5 vite më para, apo 6, apo tani se nuk e di sa, u bë një debat shumë i madh për një propozim shumë herë më modest se sa çfarë po gatuhet sot në Bashkimin Evropian për rregullimin e medias online. Dhe u bë një nam i zi për lirinë, për demokracinë, u futëm edhe në analet e disa vendeve strict and fair në Europë që na e lanë si gozhd aty ligji i medias që ne asnjëherë nuk e shtym në një proces zbatimi, po thjesht ishte një draft. Mendoj se ishte shumë herë më mirë se epitetet e tjera me gotë dhe jo me tema si Kazan apo. Megjithatë do t'i kryeministri Tashi po provokohet komisioni. Kazani është një term, mos gabohem unë tani. Jo, që t'jemi, sepse tash ju flisni për saktësi informimi apo jo. Kazani është një term i vitit 2017, mos gabohem. Mirë, por nga që ka qenë termi i duhur, ju ka mbetur në mendje. Dhe ky ka qenë dhe qëllimi, që t'ju mbetet në mendje dhe mos kemi nevojë t'ja u përmendim më, e kupton? Kështu që unë se kam përmend më, por kam mbetë në mendje.